Në nxitimin e ditëve tona, shpesh harrojmë të ndalemi, të marrim frymë thellë dhe të themi faleminderit Zot. Falenderoni në çdo rrethan, sepse ky është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Mirënjohja nuk është vetëm kur gjithçka shkon mirë. Është besimi që thot edhe në këtë situatë që po kaloj. Ti Zot je i mirë. Kur je mirënjohës, zemra jote hapet për paqe. Shpirti yt pushon, sepse e di që çdo gjë që ke është dhuratë nga Ati që të do. Mirënjohja të ndihmon të shohësh bekimet e vogla, dritën e mëngjesit, frymarrjen që merr, zërin e një njeriu të dashur dhe bekimet që shpesh i marrim si të zakonshme. Në çdo ditë ka diçka për të falenderuar Zotin. Edhe një zemër e thyer mund të gjejë arsye për t'i thënë faleminderit Zot që je me mua. Zot po mëso të jem mirënjohësa çdo ditë, jo vetëm për ato që shoh, por edhe për ato që ti po përgatit për mua. Më ndihmo të ruaj një zemër falenderuese, sepse mirënjohja më afron me ty.